Kalimi I gjestit nga Big Brother VIP Kosova tek Big Brother VIP Albania ka ngjallur shumë polemika në mbar opinionin publik dhe jo vetëm. Ai fitoi me I herë zemrën e një publiku të gjerë pas largimit të tij pa të drejtë nga Big Brother VIP Kosova, edhe pse kjo nuk pranohet nga autori e këtij formati Orsa Muhameti, e ftuar në një intervistë në një natë me Aulonën. Orsa përveç se ka ulur figurën e gjestit gjithë kohës, a dashur edhe të mbuloj faktin se janë bërë pishman që nxorën gjestin, pasi nuk e dinin që do e merrte Bigu I Shqipërisë. Por ajo që e ka shqetësuar më tepër fansat është deklarata e Olsës, e cila shpreh se gjesti nuk ka për ta fituar Big Brother VIP Albania, ndërkohë që në publik ne shikojmë një gjest I cili është pretendent për fitoren. Sipas Olsës, gjesti nuk ka vota, dhe se fansat e tij janë të gjithë adoleshent, e pa peshë për produksionin. Po ju, si mendoni, e meritojnë gjesti fitoren apo jo?